Ajo vuante nga një rrjedhje gjaku prej 12 vitesh. Mjekët e quajtën të papastër. Pastaj bëri diçka të ndaluar që e detyroi Jezusin të ndalej në vend. 12 vite. Ajo kishte vuajtur e vetme, e përjashtuar pa asnjë mundësi. Kishte shpenzuar gjithçka tek mjekët, por asgjë nuk funksionoi. Derisa dëgjoi për Jezusin, njeriu që shëronte të smurit, që i kthente shikimin të verbeve. A mund ta shëronte edhe atë? Ajo nuk lejoi të prekte askën, por mori një rrezik. U shty mes turmes me zemrën që i rrinte fort. Vetëm një prekje. Gishtat e saj që dridheshin prekin skajnë e rrobës së Jezusit. Menjëherë diçka ndryshoi. Një ngrohtësi përshkroi trupin e saj. Gjakderdhja ndaloi, dhimbja u zhduk. Jezusi ndalet pa pritmas, turma murmurit. Kush më preku? Tha Jezusi. Heshti. Gruaja dridhet, friga e pushton. Ajo kishte thyer ligjin. A do zemrohej? Bien gjunjë të rrëfen. Isha unë. Jezusi e sheh, jo me zemrim, por me dashuri. Bi, besimi yt të ka shëruar. Shko në paqe. Sytë e saj mbushën me lot lirimi, gëzimi, shpresë. Turma e vështron e habitur. 12 vite vuajtje u zhduken në një moment, sepse besimi ndryshoi gjithçka. A mendon se besimi kërkon ndonjëherë të thyesh frigën dhe të lëvizesh kur të gjithë të thonë të qëndrosh pas? Ndaj mendimin tënd në komente. Zoti të bekoft.